shqip flasim, shqip do shkruajmë. Studentët shqiptarë bllokojnë shkruajnë. Respektin më të madh, jam patriot, jam trima, janë inteligjent, se e kuptojnë se çfarë ndodh shqiptarisë në qoftë se i mohet gjua, që në qoftë se nuk mësojnë dhe studiojnë në Shqip, sepse do asimilohen. Dhe fqinjët tanë punojnë fuqishëm, kanë shekuj që punojnë fuqishëm për të asimiluar shqiptarët që t'i zhdukin avash avash, nga pak e nga pak. Tani mua më lind pyetja, këta janë trima dhe kanë respektin e gjithë shqiptarëve patriot. Po studentët e Tiranës, të universiteteve të Tiranës, studentët e Prishtinës, të universiteteve të Prishtinës, si është e mundur, pse ju bie ky turp kaq i madh, që nuk organizoni një protestë në mbrojtje të tyre, që të reagoj Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare dhe shtetet të tjera, sepse po cënohet gjua jonë. Këta po luftojnë, po protestojnë për gjuhën tonë të përbashkët. Ju ku jeni, që rini në heshtje, si ka mundësi që nuk organizoheni?